101% të planit. Asnjëherë nuk ka qenë të kaluarën. Është mbi performanca ndërmarrjeve publike. Do thotë ne për herë humbje punojnë o burr. Jo, s'punojnë me humbje. Ju sipas këtë informacionet kanë punu me humbje në kaluar. Cila ndërmarrje ka pas impakte buxhetore. Fitu? Telekomi ka pas 7 milion euro. Sa ja ka dhënë subvencion qeveria? Të kaluarën 149 milion euro kanë subvencionu vazhdimisht. Të kaluarën në atë ndërmarrje. Është vetë ka marrë dividend shteti. Lutem. Ka marrë dividend shteti Vesh në fillim deje krijuat EPKon, edhe kur e krijuan EPKon, nuk ka logjikonomia kjo brashtë me janë politik. Ja ka filluar më bosi logjikonomia këtu. Licenca për operatorin e dytë, çka ndodh? Në një moment, klient e kanë pas më shpejt. Krijuam na EPKon. Prej EPKos. Jo. Lutem, kam pas. Krijoj EPKon, Opozita ka fajtë dhe Serbia që na ka rënë në të nëntë. Ka faj EPKO këtu. Për operatorin e dytë, edhe normal që duhet infrastrukturën e ndërmarrjes. Po normal që duhet të qenë operatori i dytë. A ka çikin operatorin e dytë? Në rregull që ka qenë operatori i dytë. Tash në rregull as në rregull. Lutem, veç do të më cek një çështje. Ka qenë më lirë me thirr EPKO val se val për shkak të